Të mërkurën në mesditë kryetari i komunës Shaqir Totaj priti ambasadorin e Japonisë në Kosovë Hirosai Tanikaki, ku me këtë rast ka ishte një takim i ngrohtë dhe ambasadori nënshkrua në librin e miqësisë. Kryetari Totaj pas këtij takimi tha se kemi bashkëbiseduar për shumë tema të rëndësishme. Me këtë rast patëm rastin që të diskutojmë tema të ndryshme, tani e tutje të shtojmë dhe numrin e turistëve japonez në komunën tonë, pastaj të shtojmë bashkëpunimin dhe me sferën ekonomike. Prandaj dhe biseduam edhe për faktin se prisim takime mes ambasadorit dhe biznismenëve të Prizrenit dhe biznismenëve të Japonisë. Kënaqësinë që të presim ambasadoren e shtetit mik të Japonisë në një vizitë kurtoazie, por në fakt ne biseduam edhe për shumë tema. Biseduam për mundësinë e bashkëpunimit në mes të Prizrenit edhe Japonisë. Temat e bashkëpunimit apo ato fushët e bashkëpunimit mund të jenë të llojshme, mund të jetë bashkëpunim ekonomik, mund të jetë bashkëpunim për sa i përket zhvillimit turizmit, për tërheqjen e turistëve japonez për marrën Prizren, por biseduam edhe për mundësinë që këta të na ndihmojnë për me pajis me mjete të punës apo me pajisje medicinale qendrën e mjekësisë familjare, e cila është në përfundim e sipër, si dhe për biseduam edhe për arritjen eventuale të një delegacionit biznesmenëve japonez, të cilët kishin marrë në Prizren edhe me komuniku me komunitetin e bizniseve të Prizrenit për me pa mundësinë çysh mund me bashkëpunu më tepër në këtë drejtim. Ambasadori ishte shumë entuziast edhe shumë i hapur për këto tema, edhe ka mbetë që tash të vazhdojmë më tutje eventualisht me konkretizu diçka nga këto tema për të cilat biseduam. A konkretizut ju sot diçka në këtë temë? Ne e hapum rrugën për me vazhdu më tutje, kurse tash na jetet puna me dokumente, me letra, me pasë çka mund të finalizohet nga kjo, mirë po duke u bazuar në çastin e ambasadorit edhe nga dëshmërinë e tij, po besoj që diçka nga ajo që kemi biseduar do të realizojmë edhe konkretisht edhe praktikisht. Me këtë rast fillimisht ambasadori japonez foli lidhur me kumtesën për këtë takim, ku tha se kemi bashkëbiseduar për një mori temash dhe vazhdoi. And we have a very long history of cooperation between Takim shumë miqësor me kryetarin e komunës edhe diskutu për mundësitë e bashkëpunimit të ardhmen. Nuk është bashkëpunimi i parë që kemi një histori të bashkëpunimit shumë të mirë në komunën e Prizrenit, e tash është mundësia me eksploruar mundësi të reja për projektin të ardhmen, edhe me mbet kontakt me kryetarin e komunës. Tani e sako zyra kryetarit Totaj është bërë një nga zyrat pritëse që vizitohet nga shumë ambasada dhe institucione ndërkombëtare, derisa kryetari Totaj me këtë rast tha se pas së gjithë këtyre bisedimeve që i bën, besoj se së shpejti këto do t'i bëjmë realitet edhe me punën e me mbulesë letrash e vendimesh. Liri me ju në çdo iftar.